Aksident me vdekje në Unazën e Madhe të Tiranës. Mëngjesin e kësaj të hënë rreth orës 9:35 një aksident I rënd është regjistruar në kthesën e Babrus përgjatë segmentit të Unazës së Madhe në Tiranë. Sipas informacioneve paraprake raportohet se nga përplasja është regjistruar një viktim. Ngjarja ka ndodhur në orën 9:35 tek mbikalimi I Paskuqanit. Autoritetet policore raportojnë se shtetasi RQ 35 vjeç ka përplasur me automjet shtetaset LS rreth 72 vjeç dhe HM rreth 66 vjeç, të cilat dyshohet se po kalonin trafik ndarsen. Sipas së aksidentit ka humbur jetën në vendin e ngjarjes shtetasja LS, ndërsa këmbësoria tjetër ka mbetur e plagosur dhe është dërguar në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Uniformat blu raportojnë se drejtuesi I automjetit është shoqëruar në komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e aksidentit. Forca të shumta policie ndodhen në vend ngjarje për të tetuar rrethanat dhe për të menaxhuar situatën.